aktivist, dhe më thonë, jeta jam ka qenë, dhe më thonë, shumë e vrasht, tani jam i ikur një mishelat të dytën, nga se kam protokoll që lirohëm, unë merë me pajtimet gjache, protesta, demonstrata, gjdo kun. Po në atë grup jam grupi Gjeva Ladrovcit edhe Hamid Dobrunës në Kiev. Një për ujë krasnicit. Jaku krasnicit, po. Do të thotë, këtu jam i lëndum, protesta demonstrata, ndërse ju kujtuat ai profesori kur e rrehil, edhe ai është i inxhinier, është i përshevës Bojanovcit e ka vdekur tash, që është boj ikon që ulet kam kryq që pret mosat e dhotshme. Po. Në protestë çdo kur ka marrë pjesë, por në Drenas, Skenderajel, është edhe gruaja e Ramis Ladrovcit e qurin atëherë shot e thënë me bash shemsi i stovu. Se shpesh del Ramizi thotë unë kam qenë pas ka qenë Ramizi, po ka qenë shemsi i stovu. Domethënë jam i lënduar me krejt komplet. Është bo flet arrest verbu, që shumë flet arresti, unë kam ik, domethënë Serbi. Nish në Aleksinalc, ka mikë se i kisha frikë me dole për mes kufinit të Shqipënijës. Se atëherë si student e këna pas drejten edhe të dashtë ka një nostalgji, dhe me thonë se pasosh Jugoslav ka qenë shumë i fuqishëm. Jugoslavia ka qenë me dy pakte, dhe me thonë me dy pakte, dhe pakte në Varshavës dhe pakte në gjithë në Evropë, gjithë kur kemi të shku, si student kam punu në Mannheim. Dhe me thonë të babajim. Po, kur visha Zuzremi ka dhënë babës aktivitetin, nga se kishte probleme tani ku shkonin ato do të thotë, unë jam më deri në pajtimet gjashtë, ka marrë pjesë 1992 në Gjaksion. Kër kam ikë 94 ose 5 jam alarkat në Gjermani, kam shku në Shqipëri për herë parë, në Kosovë s'kam guxu me shkua. Edhe që thësh telefonin, unë janë rritë fëmija, është vëra motra është rritë, është aktivizu, vëllau ashtoj, kam lodhë fëmijë. Atër kisha flok të më thotë mira, tash janë me jem rrudh, jam plakur, dhe më thotë janë 33 vite. Në kalu vite, po Shqipëriun e kam qenë në nështë, 33 vite në Gërben, dhe më thotë. Po në Shqipëri, dhe më thotë, pasioni jam matematikcian me profesion, pasioni elektroteknikën, inxhinier elektros, pasionin e kam leximin edhe historinë. Leximin, si do mos topografi, nuk ka me topografi, se nuk e di sa.